Në fakt tani dua pak të ndaloj tek Mevlan Shaba. Mevlan Shaba, njëri nga banorët të Big Brother VIP Kosova 3, po jeton jetën e tij, i shumë përfolur në një lidhje me Livia Brungën, në momentin kur Livia ishte pjesë e Big Brother VIP Albania 4. Gjesti e pa të pyetur se kush është ky mëja që të solli këtë mesazhin, këtë mbështetjen, dhe Livia e ka pas prekur dhe i tha që mos fol, dhe aty në fakt u krijua kjo dinamika e madhe që Mevlani dhe Livia kanë lidhje përsëri dashurie. Por pse po përflitet kohën e fundit Mevlan Shaba? Ky fundvit nuk është si gjithë të tjerët për ish banorin e Big Brother VIP Kosova 3, Mevlan Shabën. Për herë të parë në jetën e tij ai po pret festat e dhjetorit me epitetin më të bukur, atë që në fakt të habit. Mevlani ka ndarë me ndjekësit në Instagram disa imazhe teje të ëmbla pranë pemës së Krishtlindjeve, ku në fakt protagonisti absolut është vajza e tij Mei. E veshur me një fustan festiv dhe me një fjongo të kuqe, Mei ka rrëmbyer zemrat e të gjithëve, ndërsa Mevlani nuk e ka fshehur lumturinë e madhe të këtij viti jubilei për të. Ndonse atmosfera është magjike dhe Mevlani po shijon çdo moment të këtij kapitulli të ri, seksioni i komenteve është pushtuar. Nga vërejtjet e ndjekësve, për publikun që e ndjek hap pas hapi, diçka e rëndësishme mungon në këtë portret, ajo më e përfolura, nëna e vajzës. Kritikat e ashpra e kompletuar do të ishte me mamin, pavarësisht se ky është viti i tij i parë si prind, ndjekësit nuk janë treguar të butë. Ata kanë vënë në dukje se në raste të tilla festash, figura e nënës duhet të jetë prezente dhe e vlerësuar publikisht, thonë. Disa nga komentet që kanë bërë zhurmë janë këto: gjithmonë hedh foto vetëm apo me vajzën, familja hidhet sidomos në raste festash me mamin mbi të gjitha, nuk është respekt për atë krijesë të bukur që ke pranë teje. Sa interesant, vetë medal pa grun, kjo është e habitshme. Mami i bebit ku është? Apo nuk e nxjerr ty? Kjo është një koment i radhës. Mes privatësisë dhe imazhit publik, duket se dëshira e Mevlanit për të mbajtur partnerin e tij jashtë vëmendjes së mediave sociale po interpretohet si mungesë respekti nga një pjesë e mirë e publikut. Megjithatë, asgjë nuk mund t'i zbe emocionet e këtij dhjetori, i cili për Mevlanin shënon festën e parë si një familje e re. Mbetet të shihet nëse deri në fund vit Mevlani do të na surprizoj me një portret ku shfaqet e gjithë familja e tij së bashku. Në fakt, të gjithë jemi në një pikpyetje të madhe se çfarë po ndodh me Mevlanin, çfarë po ndodh me jetën e tij. A vazhdon të jetë i martuar me gruan të cilën ai krijoi familjen, apo do të thënë kjo marrëdhënie ka përfunduar? Kritikat janë të ashpra, Mevlani duket shumë i lumtur në foto, duket shumë i qetë, ai është tërhequr shumë nga jeta publike sepse dëshironte që të fokusohet tek jeta familjare, por do ta kuptojmë në ditët në vazhdim se çfarë po ndodh. Dua të marr mendimin tuaj.